Kryeministri Berisha ka hedhur poshtë akuzat e të zgjedhurve vendor socialist për cënim të autonomisë vendore. Përpara grupit parlamentar kreu i mazhorancës ka prezantuar me shifra rritjen e të ardhurave nga buxheti, grandet dhe taksave të reja që i kanë kaluar pushtetit lokal nga viti 2005 në vitin 2010. Qeveria socialiste në buxhetin e saj të vitit 2005 ka pas të përcaktuara gjithsej total për qeverinë vendore të vendit 7 miliard e 775 milion lek. Qeveria jon për vitin 2010 ka patur të përcaktuara për qeverinë vendore 17 miliard e 275 milion lek. Ne kaluam një seri taksash qendrore tërësisht në taksa vendore, të cilat bën që të ardhurat vendore për vitin 2005 kanë qenë 12,2 miliard lek, janë rritur në 20 miliard e 948 milion lek. Tirana ka patur në vitin 2005 430 milion lek. Tirana ka në vitin 2010 1 miliard e 50 milion lek. Vlora ka patur 131 milion. Në 2010 ka marrë 280,66 milion. Durrësi 2005 157 milion lek. Ka arritur në 383 milion lek. Sipas kryeministrit Bashkia e Tiranës, që drejtohet nga orkestruesi protestave siç e quajti ai kryebashkiakun Rama, trefishimin e buxhetit të bërë nga pushteti qendror e ka përdorur për trefishimin e punojësve të saj dhe për interesa partijake. Ky që flet për diskriminime, se ku i dhëmbi zotërisë, çka bërë me këto paraj? Shtimi i grande nga 400 milion në 1 miliard dhe shtue i tëri kryekput për rroga. E ka shndruar bashkinë në punësim për militantët e tij. Gjersa na del që se do merren taksat e qytetarëve, do merret buxheti që japim ne, që Partia Socialiste të marrë kompani PR për të shpifur trilluar gjithë ditën kundër vizave dhe për shkruar artikuj. Nuk firmos zoti Ruçi, por firmos zoti Agolli.